Presidenti Bajram Begaj priti këtë të premte mbretin e Jordanisë, Abdullah bin Al Hussein, i cili u rikthye për herë të dytë në Shqipëri. Pas ceremonisë së pritjes në takimin me dyert të mbyllura, kreu i shtetit vuri theksin tek rritja e dialogut politik, nxitja e investimeve dhe shkëmbimeve tregtare, si dhe plotësimi i kornizës ligjore që lehtëson shtimin e turistëve. Po ashtu, Begaj kërkoi mbështetjen e Jordanisë për njohje të reja të Kosovës dhe antarësimin e saj në organizatat ndërkombëtare. Nga ana tjetër, presidenti Begaj dhe mbreti Abdullah konfirmuan qëndrimin për konfliktin në Gaza, si Shqipëria ashtu edhe Jordania mbështesin zgjidhjen me dy shtete si e vetmja rrugë për zgjidhje të drejtë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse e konfliktit në lindjen e mesme. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, mbreti i Jordanisë u takua dhe me kryeministrin Edi Rama, ku theksuan rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit mes dy vendeve.